Zbuloni arsyet pse pirja e kafes para palestre është zgjedhja perfekte. As proteina dhe asgjë nuk sugjerohet më shumë se sa një filxhan kafe para palestre. Një studim i fundit ka zbuluar se njerëzit që konsumojnë kafe para palestre ose ushtrimeve fizike performojnë më mirë se ata që nuk kanë pirë një filxhan. Studimi mblodhi 46 ciklistë amatorë të cilët ishin ushtruar nga 1 deri në 3 javë për të paktën një vit me radhë. Atyre ju kërkua të plotësonin pyetësor për sa kafe pinin zakonisht, pastaj ju ndanë në 2 grupe. Grupi i parë i përbërë nga njerëzit që pinin zakonisht 1 ose 2 filxhan në ditë dhe grupi i dytë njerëzit që pinin 4 deri në 5 filxhan në ditë. Disa prej ciklistëve më pas ju dha një filxhan kafe, ndërsa të tjerëve u vepruar sipas efektit placebo. Personat të cilët konsumuan një kafe përpara ushtrimeve të performancës fizike patën një rritje më të mirë në fazën atletike dhe gjithashtu një performancë më të mirë në ushtrime.